make it happen. Shkuesani në rubrikën Këndi familjes dhe sot do të flasim për alergjitë stinore. Tashmë dini vetë se temperaturat kanë filluar të bien, madje kemi pasur në këtë vikend edhe reshje të borës, por që patjetër në këtë kohë shpeshherë viroza të ndryshme na kapluajnë. Nganjëherë nuk e kemi edhe njohuritë të mjaftueshme se cila është alergjia dhe cila është një grip apo një virozë e zakonshme, sepse simptomat edhe mundën me qenë të ngjashme. Por ne këtu në studio do të flasim pikërisht me një alergologe dhe do t'i sqarojmë të gjitha këto. Me neve në studio është Julieta Neziri Ahmetaj, alergologe. Mirëmëngjes, doktoresh, faleminderit shumë për kohën. Mirëmëngjes, mirë se ju gjej. Atëherë, cilat janë alergjitë më të shpeshta që mund të shfaqen në këtë sezonën e vjeshtës, edhe me çfarë simptoma zakonisht manifestohen? Në periudhën e vjeshtës zakonisht pacientët mendojnë, në vërtet njerëzit mendojnë, që ka kaluar periudha e poleneve. Por nuk është e vërtetë, sepse polenet janë aktive që nga pranvera e hershme deri në vjeshtën e vonë. Sidomos me këto ndryshimet klimatike të cilat kanë ndodhur kudo në botë, stina e periudhave të caktuara vjetore janë të zgjatura, kështu që gjatë kësaj periudhe kohore kemi prezente polenet e vjeshtës, është ambrozia, si dhe e plantain, do me thënë janë shkuret, këto barishtet e egrat, të cilat janë aktive, derisa temperaturat kohore e lejojnë polenizimin e tyre. Tani kjo rënja e parë e borës në Kosovë ka bërë që kjo periudhë kohore të shkurtohet. Për ndryshe, përveç poleneve vjeshtore, janë në shprehje do të na vinë edhe sporet e mykrave, lagështia, prezenca e lagështisë në ajër, si dhe koncentrimi i pluhurit shtëpiak. Tani vjen në shprehje koncentrimi i mikroorganizmave të cilët ndodhen në pluhurin shtëpiak. Do me thënë është dëpter, dëfarine, si dhe mikroorganizma tjerë të cilët ndodhen si konglomerate në pluhurin shtëpiak. Do të këto 3 grupe të alergjenëve kryesor, të cilët kanë epitope të shumta, të cilët kanë struktura të ndryshme antigjenike, do të vinë në shprehje në këtë periudhë kohore. Po qëse koha na mundëson që do të thotë periudha kohore e poleneve të zgjas. Do të thotë nëse kjo dëbore parë na kalon, atëherë periudha e poleneve përsëri do të zgjas, edhe një periudhë. Po, doktorish, pse disa fëmijë janë më të predispozuar që t'jenë alergjik ndaj të këtyre sezonave? Shembull, edhe në një moshë madhore. Unë asnjëherë nuk kam pasur alergji, mirë po dikush i moshës time, ndoshta që nga lindja vazhdimisht të shpërballen me të njëjtën problematik. A mundem të rrezikojmë ndoshta dhonë të ardhmen apo thjesht pra nuk është e lindur diçka? Si shpjegohet kjo? Manifestimi i simptomatologjisë alergjike do të varet shumë nga struktura gjenetike të cilën e kemi trashëguar nga prindrit. Do me thënë baza gjithmonë është gjenetika. Gjenetika sidomos do të ndikojë në trashëgueshmërinë të ashtu quajtur është atopi. Do me thënë një predispozicion gjenetik që të kemi një hiper-IgE në strukturën e qarkullimit të gjakut të organizmit të caktuar. Mirë po, a do të zhvillohet si alergji ose jo, do të varet edhe nga ndikimi faktorëve të jashtëm ambiental, nga mënyra se si është rritur fëmiu, sidomos në periudhën 5 vjeçare të parë. Ka shumë rëndësi mënyra se si është strukturuar dhe si është pjekur sistemi ynë imunitar. Ky sistem imunitar do të piqet, do të krijohet, jo vetëm gjatë jetës intrauterine të gruas shtetëzën, po them edhe në periudhën 5 vjeçare. Prandaj, a do të manifestohet alergjia ose jo, varet nga inkorporimi këtyre 3 faktorëve. Faktorët gjenetik, faktorët e kushteve të rritjes së organizmit, si dhe faktorëve ambiental të cilët do të varet pastaj nga ndrimet klimatike, siç ka ndodhur kudo në botë, por edhe nga ndotja e ajrit, ushqimit, ndotja e ujit e tjerë që janë pjesë përbërëse e jetesës në të cilin jemi duke zhvilluar përditshmërinë tonë. Tani, pyetja e dytë në lidhje me atë që një person nuk ka pas alergji deri në periudhën e rritur, a do të ketë më tutje, mund të manifestojë një reakcion alergjik. Dallon shumë reakcioni alergjik prej sëmundjes alergjike. Një reakcion alergjik është një hiperaktivitet i sistemit imunitar në moment të caktuar, ndërsa sëmundja alergjike është një gjendje e tillë ku shpeshtësohen ose riaktivizohen sistemet e tilla dhe mbivendosen në inde dhe organet të caktuara.
Tani varësisht se ku realizohet një mekanizëm i caktuar alergjik, do të kemi edhe simptomatologji të caktuar. Nëse ndodhet në pjesën e sipërme të traktit respirator, do të kemi skuqje të syve, lëtim sysh, kruarje sysh, do me thënë si konjunktivit. Nëse ndodhet në kavitetin nazal, do të kemi një kruarje hunde, të shtim, blokim ose rjedhje hunde. Nëse ndodhet në pjesët e sipërme të pjesës së laringut, do të kemi ngjyrje zëri, pengesa me frymarrje, blokim të plotë të frymarrjes. Nëse ndodhet në pjesët e poshtme të traktit respirator, do të kemi koll, këlpas, fishkëllim gjoksi me pengesa me frymarrje. Pastaj, nëse ndodhet në lëkurë, do me thënë nëse e përfshin lëkurën, do të kemi urtikarje, ndryshime në formën e skuqjeve, kruarjeve, ngritjeve të caktuara në sipërfaqe lëkurore. Nëse përfshin sipërfaqen e dermës së lëkurës, do të kemi ajtje të pjesëve të caktuara të trupit, e tjerë. Traktin gastrointestinal, do të kemi diare ose shkuarje barku, e tjerë. Do me thënë, krejtësisht të varet që ky sistem imunitar ku e ka realizuar mekanizmin imunologjik të caktuar. Pastaj lirimin e atyre mediatorëve të cilat na japin një simptomatologji të caktuar. Të gjitha këto simptome të cilat i përmenda janë simptome të cilat manifestohen në sëmundje të caktuara. Mirë po, në reaksionet e shumt, po mendoj të rrezikshme për jetën që përfshin traktin respirator si dhe traktin kardiovaskular, mund të përfundoj me vdekje. Pa duturisht ne, qytetarët e zakonshëm, nga njëherë e ngatrojmë edhe ftojnë e zakonshme me alergjit. Mirë po, nga ana profesionistëve, pra me njëherë mund të dallonim në bazë të atyre simptomave që ne i tregojmë që kemi pasur, apo duhet patjetër edhe një testim? Jo, nuk do të thotë që duhet të gjithherë testime. Do të thotë nuk duhet të na kap mania o duhet ta bëj një testim, sepse një testim shumë varet nga kush realizohet, nga specialisti caktuar. Ftohja ndodh në periudhë të caktuara kohore. Tani me daljen e Covidit ose SARS-CoV-2-shit, disina është çrregulluar edhe kalendari i manifestimit të virozave në periudha të caktuara kohore. Ne kemi pasur përpara periudhën e vjeshtës dhe të pranverës së hershme, kur ka pasur shpërthime të rinovirusit ose të Haemophilus influenzae, do me thënë të gripit. Tani me daljen e SARS-CoV-2-shit ose COVID-19 na është çrregulluar ky kalendar. Por tek pacientët që kanë alergji, zakonisht simptomatologjia është në periudha të caktuara kohore. Kemi të bëjmë me simptomatologji të cilat përsëriten, simptomatologji e cila nuk përcillet me temperaturë, simptomatologji e cila nuk përfshin anëtarët e tjerë të familjes. Apo në kuptoni, do me thënë, janë disa simptome karakteristike për të cilat ndodhen të i njëjti individ në periudha të caktuara kohore me simptome të njëjta. Për shembull, teshtimat e një pasnjëshme 15-20 herë nuk janë ftohje, janë alergji. Por shkuarje e hundës, temperatura, lodhja, molisja e njërit antar të familjes që kalon në antarët e tjerë të familjes është një ftohje ose një gjendje gripoze ose një sëmundje virale e caktuar. Nuk ka alergji që shkon me temperaturë, do me thënë simptomi kryesor. Ftohja kalon për 7 ditë, alergjit nuk kalojnë për 7 ditë. Do me thënë janë simptome të cilat zgjasin përkundër marrjes së ndonjë antiinflamatori ose tablete të caktuar, të cilat neve e marrim edhe kështu në përditshmërinë tonë, e që është gabim. Po, persona cilët vetë se janë alergjik ndaj këtyre, pra në këto sezona të ndryshme, duhet patjetër më pas që të rjetën ta kenë në terapi, apo është edhe diçka që mund të kaloj? Jo, absolutisht jo. Pyetje shumë e vend, shumë më pëlqeu kjo pyetje. Pacientët ose individët, ose nënat të cilat rrisin një fëmijë, për të cilin zakonisht nënat më thonë, ky fëmijë nuk ka imunitet. Nuk kemi të bëjmë me fëmijë që nuk ka imunitet. Është një fëmijë ku sistemi imunitar reagon në mënyrë hiperaktive ndaj partikulave ose grimcave të cilat janë absolutisht të padëmshme për individët tjerë. Do me thënë, pluri shtëpiak bashkjeton me neve. Poleni është grimcë zakonshme shumëzimit të bimëve. Ushqimet e caktuara janë ushqimet të cilat i marrim në përditshmëri. Por këto partikula për individ të caktuar paraqiten si me qenë armik. Çka do të thotë
këta individ, qoftë nëna nëse ka një fëmijë, qoftë individ të cilët thonë unë vazhdimisht po smuhen e kam një imunitet të dobët, duhet të paraqiten tek mjeku alergolog në mënyrë që të bëhet një evaluim i organizmit të tillë, pastaj alergologu vendos se për cilat teste duhet të realizohen dhe se si do ta menaxhojë diagnostikën. Doktore, shpeshherë shohim edhe për reklama të ndryshme ku bëhet reklamimi disa pajisjeve, shembull për pastrimin e ajrit, lagështisë së ajrit, a me të vërtetë këto mund të ndikojnë në shëndetin tonë apo thjesht janë reklama komerciale? Unë nuk mund të flas për komercializmin e pajisjeve të caktuara. Unë si doktoresh kam për detyrë që të them që çdo pacient së pari duhet të diagnostikohet në kuptimin se nga çfarë është sensibilizuar. Në kuadër të menaxhimit të sëmundjes së tij është së pari largimi ose shmangja e alergjenit të caktuar. Në kuadër të alergjenve inhalator, do me thënë të cilët miren me anë të rrugëve të frymarrjes, janë polenet dhe plurat shtëpiak. Ekzistojnë pajisje të caktuara të cilët duhet të vendosen edhe në veturë, edhe në ambientet tona, të cilët duhet të filtrojnë polenet. Do me thënë nuk lejojnë që poleni të miret nga ambienti jashtëm. Këto janë pajisje të cilat preferohen edhe nga alergologët. Sa i përket pajisjeve të tjera, të cilët filtrojnë ajrin në kuptimin e mosmarrjes së grimcave ose partikulave nga ambienti i jashtëm, përsëri janë të mirëseardhur. Por, fatkeqësisht, ndotja e ajrit, e cila është duke na ndodhur edhe në Kosovë, për të cilën kemi dhënë edhe intervista të caktuara edhe në televizionin e juaj, në shtëpinë e juaj televizive, bëhet edhe nga substanca toksike kimike, siç është monoksidi i shufurit, monoksidi i karbonit, dioksidi i karbonit, monoksidi i azotit e tjerë. Dhe substancat e tilla gazore nuk mund të largohen me anë të filtrave të tillë. Do të thotë duhen sisteme shumë të ndërlikuara, duhet të miren projekte të caktuara institucionale, shtetërore, për menaxhimin e ndotjes së ajrit të ambientit të jashtëm. Do me thënë shumë më seriozisht duhet të miremi në lidhje me këtë punë. E qartë. Doktorish, po me rrobat si duhet me pas kujdes? Shembull, tashmë vetë në këtë sezon në ftoft kemi filluar shumica prej nesh me nxjerr nga dollapi veshjet e sezonit së kaluar pa të ftohtë, edhe pse ndoshta i kemi fusur të pastërta, të lara e kanë fjalën, tash ndoshta ka mundësi që të krijohet ndonjë myk ose për shkak të trashësisë ose ndoshta nuk janë tharë mjaftueshëm nga viti i kaluar, si duhet të kujdesemi, duhet pastruar përsëri në mënyrë që të mos kemi ndonjë reaksion alergjik? E para e punës, një individ i cili duhet të menaxhojë një alergji, nuk duhet të bëhet mani, nuk duhet të ketë mani ndaj pastërtisë. Pse? Sepse alergjia prek fëmijët të cilët nënat janë super heroina, të cilët dëshirojnë që ta ruajnë fëmijën e tyre në mënyrë sa më higjienike. Sistemi i tyre imunitar, duke mos pas mundësi që të kontaktojë me mikroorganizma të caktuar, shkon në drejtim të reaksioneve alergjike. Sa i përket pyetjes suaj, në qoftë se rrobat janë të trasha, rrobat duhet të jenë konform temperaturave në të cilat neve e zhvillojmë jetesën. Por, gjanat e leshta janë ato të cilat na pengojnë në rastin e reaksioneve alergjike ndaj plurit shtëpiak. Në të tilla raste, sepse mikroorganizmat e tillë shumëzohen në kuadër të rrobave të cilat janë materiale leshi. Të tilla duhet t'i shmangim për personat të cilët janë të alergjenizuar ose të sensibilizuar ndaj plurit shtëpiak. Sa i përket mykut, myku është absolutisht i dëmshëm për të gjithë individët, qoftë ata me alergji, qoftë me ata të cilët nuk kanë alergji. Prandaj lagështia e ambientit ton është një ndër faktorët të cilët precipiton simptomet alergjike tek individët, do me thonë në përgjithësi. Ndërkohë, dallon testimin tek fëmijët ndaj të rriturve, pra janë testet e njëjta alergjike të cilave se duhet kaluar apo dallojnë në bazë të moshës? Ekzistojnë testime të ndryshme. Përpara kemi realizuar vetëm skin prick testin, do me thënë testin kutan.
testi kuta nuk ka qenë e mundur që të realizohet tek fëmijët nën moshën 5 vjeçare. Fatmirësisht tani në ambientet tona punuse realizojmë përcaktimin e alergjive me anë të përcaktimit të IgE specifike. IgE specifike bëhet me anë të gjakut, sepse përcaktojnë molekulat të caktuara të cilat janë hiperaktive ose të sensibilizuara ndaj alergjenëve të caktuara. Faktikisht, tani mund të realizojmë teste nga një pike vetme e gjakut, nga moza e gishtit, për 100 e disa alergjen, gjë që kemi do me avancuar shumë. Dhe mund të realizojmë që nga mosha 9 mujore e deri në pleqëri të thellë. Do të thotë, ekzistojnë disa specifitete, mirë po janë të realizueshme. Po, mi për ndërkohë, rrezikohet shëndeti, mjaftueshme me kam fjalën kur nuk e kuptojmë që kemi alergji ndaj diçkafit edhe nuk e trajtojmë fare? Në qoftë se neglizhohet situata, mund të aqarohet. Mirë po unë nuk mendoj që një individ ka simptomatologji alergjike nuk kërkon ndihmën e mjekut, sepse në qoftë se edhe është absolutisht e padëmshme për jetën, le ta marrim rinokonjunktivitin, ajo të shkakton kokdhemje, të shkakton lodhje, të shkakton mungesë të koncentrimit në shkollë, në punë, aktivitetet e përditshme. Nëse kemi të bëjmë me astmën bronkiale, pronospazmi pa tjetër që ty të kërkon që të paraqitesh tek mjeku. Reaksionet anafilaktike janë reaksionet të cilat ku ma shpejt duhet të shkosh tek mjeku. Do të thotë janë simptomet të cilat absolutisht nuk mund t'i neglizhosh. Ajo që mund të ndodh është nëse kemi të bëjmë me fëmijë të vegjël, kur prindrit kërkojnë alternativa në trajtim, siç po ndodh shpesh, duke më thënë ose duke më pyetur, a mund të çojmë t'ja bëjmë këtë apiterapin. Ajo, këtu kam dilemat e mia, sepse absolutisht ato të cilat nuk janë të standardizuara, metoda institucionale të standardizuara, nuk lejohen që të bëhen tek pacientët e caktuar. Ata individ mund të rrezikohen. Ndërsa rreziqet nga reaksioni alergjik, unë thash, mund të jenë në qoftë se kemi një bronhospazm të theksuar, në qoftë se kemi një laringjit të theksuar, të cilat bllokojnë në momente procesin e frymarrjes, ose nëse kemi të bëjmë me ndonjë anafilaks e cila ka rrezik jete. Doktor, ishte një pyetje të fundit, me qenë se jemi në minutat e fundit të kësaj bisede. Zakonisht pacientët e kuptojnë me njëherë që janë alergjik edhe vinë tek alergologu për të kërkuar trajtim, apo zakonisht edhe rekomandohen nga mjek të ndryshëm që vetë se ndoshta kanë shkuar në vizitë këta dhe ata i kanë drejtuar drejt juve? Në Kosovë ekzistojnë 2 sisteme paralele funksionale, sistemi privat edhe sistemi publik. Në sistemin publik patjetër duhet të marrin udhëzimin nga mjeku familjar. Do thot, mjeku familjar e kontrollon pacientin edhe orienton në drejtim të alergologut në institucionet shtetërore. Fatmirësisht ekzistojnë institucionet private, tek të cilët kanë, do me thënë, çdo individ ka qasje. E vetmja e cila është duke na penguar shumë edhe neve si mjek edhe si pacient është mungesa e sigurimeve shëndetësore. Sepse sigurimet shëndetësore na lehtësojnë shumë punën, na lehtësojnë edhe neve mjekve nëse dëshirojmë që të bëjmë evaluimin e mirëfillt të një individi. Pastaj edhe ne këtu pastaj i kemi ato blokadat të cilat na lidhin duart. Doktoresh, unë të falenderoj shumë për kohën që e patë sot, edhe më bindu që i kemi ndihmuar patjetër pacientëve të mundshëm të cilët ndoshta po na ndjekin në këtë raste dhe mund të kenë dilema për alergjitë dhe për trajtimin e tyre, mirë po me këto informata që i morëm sot nga ju, me të vërtetë janë shumë të nevojshme. Faleminderit shumë për kohën që e patë. Faleminderit nga ju. Faleminderit shumë. Ne shikues tani po ju lëm me një material të cilin e ka përgatitur Shqipdona, tashmë vetë në muajin tetor e dini